Sokrat Vata, 29 vjeçari i arrestuar si i dyshuar për vrasjen e turistit portugez Luis Miguel Varela Mendes në Ksamil, ka zgjedhur të mos jap deklarime para grupit hetimor. Hetuesit po punojnë për të rindërtuar dinamikën e ngjarjes së rëndë të ndodhur në ambientet e lokalit Principotes, ndërsa në pyetje janë marrë persona që kanë qenë të pranishëm gjatë konfliktit. Në kuadër të hetimeve janë marrë në pyetje në prani të përkthyesve dhe 2 shtetas turq që ndodheshin në automjetin me të cilin Vata po largohej. Sipas deklarimeve të tyre, ata ishin klient të rregullt të lokalit dhe paguanin 29 vjeçarin për shërbime si truproje dhe shoqërues personal. 2 shtetasit turq kanë pretenduar se e morën Vatën në automjet për shkak të marrëdhënies shoqërore që kishin krijuar me të dhe jo me qëllim për ta ndihmuar të largohej pas krimit. Ishin miq dhe shoqëruan për shkak të miqësisë, mësohet të kenë deklaruar ata. Ky version mbetet pjesë e dëshmive që po verifikohen nga organet hetimore. Si nisi konflikti? Hetuesit kanë marrë dëshmitë edhe të miqve të turistit portugez, të cilët kanë dhënë versionin e tyre për rrethanat që çuan në përplasjen fizike. Sipas dëshmive paraprake, konflikti dyshohet se ka nisur pas ngacmimit të një vajze brenda ambienteve të lokalit. Situata më pas është përshkallëzuar dhe në përleshje janë përfshirë disa persona. Në konflikt kanë ndërhyrë edhe punonjës të sigurisë së lokalit, mes të cilëve edhe Sokrat Vata. Miqtë e viktimës kanë deklaruar se 20 vjeçari portugez kishte ndërhyrë për të ndarë personat e përfshirë në sherr. Sipas këtij versioni, gjatë kaosit të krijuar, ai është goditur me thik. Deri në këtë fazë, versionet e personave të marrë në pyetje përbëjnë dëshmi që duhet verifikohen dhe të ballafaqohen me provat e tjera të administruara nga grupi hetimor. Heshtja e Sokrat Vatës para hetuesve lë ende pa një version të tillë rrethanat e konfliktit dhe momentin e goditjes fatale. Autoritetet pritet të përcaktojnë përmes dëshmive dhe provave të mbledhura rolin e secilit prej personave të përfshirë në ngjarje. Ndërkohë, Bekim Bulica, pronari i Principotes, është shpallur në kërkim pas vrasjes së turistit 20 vjeçar. Ndërkohë, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka ndaluar edhe Mojsid Matusha, specialist hetimi në drejtorinë vendore të kufirit dhe migracionit Gjirokastër. Matusha i punonte gjithashtu si bodyguard në të njëjtin grup sigurie me Vatën dhe dyshohet se ka qenë i përfshirë në konfliktin që parapriu vrasjen dhe se e ka ndihmuar atë të largohej nga vendngjarja. Emri i Bekim Bulicës është përmendur më herët në materiale të lidhura me hetime dhe informacione për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash. Sipas informacioneve të publikuara më parë nga pamfleti, autoritetet franceze kishin përcjell drejt institucioneve shqiptare të dhëna për një rrjet shqiptar të shpërndarjes së kokainës në Paris, me të cilin lidhej emri i Bulicës. Po sipas këtyre informacioneve, BKH kishte nisur verifikime për pastrim parash, ndërsa Shish kishte raportuar më herët pranë institucioneve për aktivitetin e Bulicës. Tashmë pas vrasjes së turistit në Ksamil, Bekim Bulica është shpallur në kërkim, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar rolin e tij dhe të personave të tjerë në këtë ngjarje të rëndë.